Shquhet për bukuritë e rralla të natyrës e për liçenin e Jezerit, atraksionin turistik, të cilin po e vizitonim edhe ne. Është kjo Ivaja që ndodhet 5 kilometra larg qytetit të Kaçanikut e me lartësinë e maleve përreth ofron pamjen e një vendbanimi turistik. Miq të dashur, ja ku po takohemi dhe në një edicion të ri që po na sjell në fshatin Ivaj të komunës së Kaçanikut. Një vend shumë i bukur, shumë tërheqës edhe me pamjen e natyrës që e ka. Nuk e kemi nisë rastisht te kjo pjesë, sepse kjo është prej pikave më turistike, nëse mund të them kështu, që e ka fshati Ivaj, e ku edhe banorët, por edhe ata që vizitojnë fshatin Ivaj, munden me ardhi me kalu një kohë të jashtëzakonshme. Pse jo, dikush do ndoshta edhe me bëm një lloj pikniku me familjen ose me miq ose këto tjetër, gjithmonë duke pas parasysh me rujt natyrën, edhe këtë vend me kaq freski e me kaq qetësitë natyrës që na jep. Sigurisht prej kësaj ne shkojmë gradualisht në për pikat e tjera të fshatit, sepse di që ka një lartësi mbijetare mbi 1000 metra dhe aty takojmë pa diskutim edhe drejtorin e shkollës, edhe nxënës që vijojnë mësimet në shkollën e fshatit. Mbi 1000 banor ose aty afër vetë më kanë tregu banorët që është sill numri i përgjithshëm i këtyre vendosve këtu, ndërkaq tash thuajse kanë mbetur 50 shtëpi me diku rreth 250 banor, 300 më së shumti. Sidoqoftë dukuria e emigrimit e largimit prej fshatrave tashmë nuk është diçka risi, sepse po e themi në çdo edicion, rëndësi ka që të vim edhe t'tregojmë se çfarë bukuri kemi në fshatrat tona, jo vetëm zona turistike, dhe se si ato mund t'i bëjmë, ndoshta edhe më tërheqëse për vet ata banor që janë detyruar për shkak të kushteve, ta lënë vendin e tyre e të shkojnë të ndërtojnë jetën diku tjetër, por edhe për shumë vizitorë të tjerë që t'i ikim pak vetëm pjesëve më turistike kështu, ku mund të bëjmë shpenzime të mëdha e të vinë në një natyrë si kjo, që edhe ta njohim përso afër me një fshat që nuk është i yni, se që nuk kemi rritni aty. Edicioni jetës i sjell krejt këto detaje, ndërkaq unë ju ftoj që ndroni bashkë me ne edhe përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube, e keni Jeta KTV Kua Vizion Jeta. Shihemi pas pak në pjesë të tjera. Miqdashur, tashmë jemi në njërën prej rrugëve të Ivajës, e ku kemi mundësi me i vrojtu edhe shtëpit, edhe banorët, edhe pse sa kemi qëndru dhe tash këto, përveç pamjes hyrëse, ku i kemi pa disa blektor, që fatmirësisht parë që ende merren me këtë veprimtari edhe në këtë vendbanim, nuk e kemi pa dikë tjetër, kështu në mënyrë rastësore. Ndërkaq, profesori Nisa Rexha, që është bashkë me neve sot, e kemi ftu që t'jetë pjesë e emisionit tonë edhe t'na tregoj pak më shumë për historikun e fshatit Ivaj, një fshat tetë i bukur që besoj ka nostalgji për të, sepse e di që është shpërngul, po vjen me vizita shumë shpesh këtu. Profesor, faleminderit shumë për kohën tënde. Të tanë shto mesazhe dhe ikve. Naci që jemi këtu, këtë vend kaq të bukur që mos pari ishim te ajo pjesa ku është një lloj moçali që bën më tërheq si vendbanim besoj. Tregon pak për Ivajën edhe për këtë vend bukur. Ivaja është fshat këtë normaluar, e vrejtë më dhe vetë pa folune. Për këtë fshatrat të tipit të shpërndarë në atë aspektin geografik, banorët shkanë brëngohet, jo vetëm minja, për gjithë banorët, këto shumë është pjesa drëngëse duke kërku shkaqe më të mira për jetesë, kanë menduar se kanë shumë fshatën e janë shpërngull pjesa drëngëse në Ferzaj, në Kaçanik, në përshata të tjera trashta. Kështu që aktualisht numri i shtëpive ose i familjes, me thonë, është rreth 50. Edhe këtë rand, për fat keq, ende vazhdon.
Ju keni jetu këtu vetë. Keni kalu fëminin në për këto rrugica, në për krejt fshatin, lagjet, në do më thonë përgjithësi, edhe patëm shtëpin të andat jema poshtë. Kujton pak diçka prej atyre viteve, kur e mban mend ndoshta që në këtë rrugë s'ke pas shansë me lëviz, besoj pa u taku me ndoj fshi, pa u taku me ndonjë tafërm, e sot na nuk po shohim askënd realisht. Shumë e vërtet. Unë si fëmijë deri klasën e 6 e kam kryer në shkollën e këtoshme, ndërsa klasën e 7 tjetër nuk ka qenë atëherë këtu. I kam vazhduar në shkollën fillore me Drakën në Kaçanik. Po kushtet e atëhershmit me krahasu me të fëmijëve sot janë dallim i madh. Na kemi vështuar në Kom, këtu në Kaçanik që ka 7 kilometra. Tani ndryshim për atje të fëmijë që ostuen që dënë me vazhdu shkollimin e kanë me transport, biletat të paguam prej komunës. E këto për vjeshe e përkësim për atëherë diçka me tragu, por sot faleminderit Zotit të ka me bollëk. Shpërngulja e banore, si të në vend banem, e banë atraktivitën pejsazhi, po e bojnë edhe prezenca e njerëzve, e banorëve aty. E thatë që pak më parë, unë si fëmijë tu ka qenë e pamundur me kalu rrugën Petra ku digan. Po që tash po na ose na çka është të mbradh çark fshatit, nuk takum kanë. Kjo është shqetësuesi. Po shqetësimi akoma më i madh, me që zonë që 39 vjet jam punëtor arsimi këtu. Ishte shkolla përplot në zonës. Tash i ka ardhur në zgrip me mbyll. Fshati pa banor, shkolla pa në zonës, xhaminja pa xhamat. Kjo është shqetësuese, edhe dhëmshme. Po kjo si fenomen nuk është vetëm në fshatin tonë. Këto vrej kjo në përgjithësi në Kosovë të fshata, të dëmës të fshatat janë minaci. Mbetëta se fshatat thella malore, është që kjo fenomen është prezent. E dhëmshme është. Ndoshta kishte me qenë fati mirë. Me një cuk dikush se më kthyi një banor, edhe ndoshta mos pret si shkak motivues edhe për tjerë. Po kjo siç i vet i vllai që ka qenë, nuk besoj më që kthehet. Këto kanë filluar njerëz të kanë shit provën, ndoshta mund me qenë me banor, po banor të përkohshëm, se në aspektin turistik po banor, këto banor rezident që ka qenë, kjo s'besoj që kthehet më ndonjëherë. Në tradita, në histori, çka e veçon i vajën, që e mban mend edhe kujton edhe ti, edhe nga familja jote, po edhe nga familjet që kanë jetu këtu? Besoj kjo të popullit shqiptar, besoj është sekret, po na po flasim për të specifikat e këtij fshati. Këtu bën se ka qenë bojaria, mikpritja, ose se thonë në popull Bogdhanës. Edhe ishte ai uniteti, nëse një mysafir e ka pas dikush në hall, jam mbledh të gjithë. Po, për të. Po, ishte këto jetë jo e standardit sotëm, kishte varfëri, mirë po varfëri kishte, po kishte lumturi. Si fëmijë më men, këta lushin lënë e kapuqave. U bën interesant, se ato si me thonë, gjushin me fjalë, e humsin, si me thonë, e përqeshin, bile edhe kishte këtë ofendim, pa ato u mirë kuptëshin. Me humor. Po, me humor. E bëshin interesante. Orë dy e vjetër, që ka pashtë ata më bë ku lutë edhe ka pak, nëse më dykëgjik me kokra pasulli edhe me të misrit. A të ndurgjik nuk i ka nga... Po, i kam su për juve ku po shkojnë terene, realisht, aso se kom ditë që shlu. Të najtë unë qështu, ndurgjik. Ata bëshin interesante bëshin. A bile, ndoshta nuk ishte që interesant luaja, sa që humsin, pasaj e kritikojshin, po.
Jemi tash bashkë me drejtorin e shkollës Zituria Miqdashur dhe siç ju përmendëm, është koha pak me bisedu për gjendjen e shkollës sepse drejtori qysh më tregoi më herët ka vite prej se e udhëheq këtë shkollë dhe ka pa ndoshta gjendjen e mëparshme dhe atë që sot fatkeqësisht e kemi me numër të pak të nxënësve, një dukuri që nuk ka ndodhur vetëm në një vaj, por në çdo vend deri tash. Drejtor, fillimisht faleminderit shumë që na ke kushtuar kohë. Dhe juve faleminderit që keni ardhur na vizitu, jeni gjithmonë të mirë se ardhur. Unë është fakt që jam drejtor nga viti 2000, pastaj përsëri nga viti 2014, do të thotë kam një përvojë të gjatë. Ky vend këtu ka qenë shkolla më herët, e ndërtuar diku në vitet e 70-ta, materialet montues garazh, por ka qenë shkollë plot, ku ka qenë një numër mesatari nxënësave rreth 24 nxënës për klasë, do të thotë shkolla ka pas diku te 250 nxënës. Por fatkeqësisht këtë trendin e shpërnguljeve tash numri i nxënësve ka rënë shumë. Shkolla është ndërtuar në vitin 2019, është ndërtuar re, në njëjtin lokacion ku ka qenë, me një infrastrukturë shumë të mirë, gjitha kushtet i plotëson, pra ka internet, ka sallë të informatikës, gjitha kushtet i ka edhe hyrjen me pajisje për personat me aftësi të kufizuar, edhe toaletet për persona me aftësi të kufizuara, e ka teknikën e zërimit, sistemin e nxemjes e ka me nxemje qendrore, me drupa me nxemje qendrore, dhe në gjitha kushtet për numri i vogël i nxënësave ndoshta ban që në të amë të afërt edhe të mbyllet. Është e rëndë, është e padurueshme me pa numër të vogël të nxënësave në klasë, nuk ekziston konkurenca në mes të nxënësve, është bë pak se monoton, është e rëndë jeta dhe besoni që se një njeri që kam kalu jetën këtu kam fillu karrierën dhe tani jetën këtu, tash ndihem shumë keq emocionalisht kur shoh këtë gjendje, këtë numër të vogël të nxënësve. Ne mundohemi me bë punën tonë gjithsesi, por numri i vogël i nxënësave është pengesë dhe po vazhdon trendi i lëvizjeve ala i shpërnguljeve të njerëzve. Edhe nxënës i kësaj shkolle kam qenë, edhe është një karakteristikë interesante që vitin e parë, ku kam fillu klasën e parë, është shkolla këtu për herë të parë, shkollë e re, edhe në këtë lokacion. Këtu e kam përfundu, pastaj kam përfundu shkollën e mesme nga Qaçanik, fakultetin në Prishtinë dhe prapë jam kthy këtu, ku më punu këtu deri tash. Po, edhe kjo shkollë ka qenë edhe e djegu në luftë, por jemi mundu me një mas lufte, kemi sanu disa probleme, disa zjarë, është karakteristikë që në mes të ofenzivës këtu, ishtë duke u ndjes zjarët në sallën e arsimtarëve, në një klasë këne, kulmi ishi granatum, dhe unë kam arrit me hinë, mi largu libat e homzës për këtumit. Sot shkollat që ndjek në luft kam problem për dokumentacione. Unë gjithë dokumentacione në rëndësishëm e kam largu për këtumit, e kam qute shtëpia ime, e kam shtin në tokë më një grop të kompirave. Por nuk më ka shku mendja senet e mija personale, fotografite, studimeve tjera, sidomos mi largu, të gjitha më kanë ndjekë shtëpi, por këto i kam shpëtu të shku. Kurtimisht, po du me pa e mbyll bisedën, te ky ka ndiktu që mboni shumë për shtypje, sepse vizita se cila shkollë ka shumë. Hajde afrojmë pak, po i shoh që janë fotografit luftës, të cilat i kemi pa në medjet tona, në rrjetet sociale, sidomos te kjo që sa po hyra pyetët nëse më ka rënë sy, po pa diskutim që po. Pse këto të vendosura këto? Do t'ju them të drejtën, ndoshta e dita që do të jetë pyetja pse këto të vendosura këto. Dhe unë nuk i kam lënë gjatë gjithë kohës tu, sepse janë pamje pak të rënda për fëmijët e për nxënësit. Por e kishim para pak ditësh këtu një takim me mërgjimtarët. E kishim dhe e kemi bë tradicional. Në muaj ngusht do të kemi takime me mërgjimtarët dhe nuk janë pak mërgjimtarë që vinë këtu. Para se me bë takimin me mërgjimtarët një ditë të tërë me mërgjimtarët këtu në shkollë, ne i vendosëm këto me rikujtu ngjarjet që kanë ndodhur në vitin 99, do të thotë egzodin nga fshati jonë. Dhe nga kjo pjesë e egzodit ka shumë sene që mund të shihen, janë shumë njerëz që sot nuk janë fare gjallë, ka njerëz që kanë mbetë qysh në luftë, dhe ka, për shembull, kjo rasti këtu, kjo gruaja identifikohet si simbol i egzodit. Identifikohet si simbol i egzodit sepse ka rastësisht një kamerë duke u larguar nga vendi, pastaj kjo foto ka marrë botën dhe ne i kemi përdorur këto foto, gjitha janë banorë të fshatit Tivaj.
Të dashur miq, faleminderit shumë që keni qëndruar me Kuavizionin edhe në këtë javë. Si çdo herë tjetër, edicionet e reja për emisionet jeta vijnë nga çdo vend banimi i bukur i Kosovës. Urojmë shumë që edhe më tej, siç kemi pas rastin për shumë herë të tjera si në Shqipëri, si në Maqedoni. Sot po e bëjmë mbylljen këtu që i bjen jo në Ivaj ku ishim, po është një pjesë dalse që ndryshe banorët e njohin si Gaja. Gjithsesi, janë krejt këto vende që lidhen edhe me fshatin Ivaj dhe ju dërgojnë si rrugë për atje. Ndërkaq, nëse doni me pa të plot emisionin Jeta dhe këtë edicion, sikurse edhe të tjerat, ju e dini tashmë adresën jeta.tv. E kemi faqen zyrtare në Instagram, mjafton një follow dhe mund të na shihni edhe nga fotografitë e ndryshme që i postojmë nga terenet, e po ashtu Jeta Viz Kuavizion dhe kanali zyrtar Jeta në KTV Kuavizion. Pa diskutim, ju pres edhe javën tjetër dhe juve uroj një fundjavë sa më të mirë.